I ki dëshkrime dhe thoni shumë mira në Facebook unë ta kom përcjell. Njërën ndërtu që ka po përshtypje është për avokatin Tom Goshi. Ke thonë që kur nuk unë besu që do t'jetë dita që ai avokati cili ka punu në kohën e Slobodan Miloševićit dhe ka keq trajtu shqiptar, me u bo këshilltar, jashim thoshe dhe me imbrojt ish krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës. Mas pare, mu më kanë dënue gjykatët. Bileta gjykatësa kanë qenë, kur jem dënu, ne kem qenë në kodët Krahinës, do më thonë Krahinës Kosovës. Mirë po na i kemi mendu ata që janë bashkëpunëtor tutëves. Se kanë qenë, se ka qenë e pa mundshme me qenë gjykatës, me qenë hetues, me qenë në sigurim qytetit, pa qenë bashkëpunëtor i pushtetit i ekzistues. Sikur se sot, është pa mundshme me qenë gjykatës hetues apo advokat apo si, pa qenë koordinim bashkëpunim me pushtetit. Pra ti po do me thonë që Tom Goshi ka qenë njërin dhe ta? Jo që po do me thonë. Po une gabimin fatale shë dhe të Hashim Thaçi dhe të Albin Kurti. Se? Që në kodër të qeverisë të tyne e kanë këshilltar apo marrin sugjerimin nga Tom Goshi. Nëse edhe mirë diçka pe Tom Goshit, i cili ka punu në kohën e saj Marinkovićit, kur shqiptarët do dëneshin me disa vite burg, sepse Tom Goshi ka punu dhe 1993 kur kretë gjykatës, kretë jemi larguar nga punë. Kemi pas na dhe profesorët arsimtarë që kanë punu me pushtetin edhe me Serbi. Po na e kemi ditë pse po punojnë edhe që ajin të punu. Pra njerë si Tom Goshi ju kanë dënu dhe ju? Po normalisht. Jo njerë si Tom Goshi. Po veç po do një çështje me saru këtë probleme. Kundër lëvizjes ka qenë Lidikeja, që është këju në 1989. Mos më pa qenë që ka qenë, edhe është vlerësuar nga politika jugoslave dhe nga politika e Beogradit, se ma mirë është me kriju një lëvizje, një parti politike, sepse ka ekzistuar partia politike që ne kemi quajtur lëvizje. Prandaj, me nxjerr lëvizjen ilegale, edhe me qitë në sipërfaqe, edhe me ditë kush janë veprimtarët. Kjo ka mujtë mu arrit, edhe jemi mashtruar vetëm nëpërmjet Lidikës. Por shkak të asaj se Liga Demokratike është regjistruar në qeverinë jurisprudencën apo ministrinë për regjistrimet politike të partive politike në Beograd, te Kamboski. Nuk ka pas mundësi në asnjë mënyrë më regjistru parti politike sikur të ishte vlerësuar që është anti-serbe, anti-jugoslav. Po megjithatë, ata e kanë pas që proceset dhe zhvillimin e ngjarjeve dhe homogenizimin shqiptar nuk po mundin me ndalu, atëherë kanë regjistru. Bele është një deklaratë e vetëm Sorojit i cili e pat. I pari është që e ka kriju partin politike që quhet UJDI, Udruženje Jugoslavijske Udruženje Demokratske Stranke. Po shqiptarët nuk shkuan pas vetëm Sorojit për shkak të asaj se bomën e ka pas ambasador të Jugosllavisë. Edhe ky ka thonë Miloševićit edhe qeverisë serbe se nëse nuk e regjistroni partinë, me regjistroni partinë Lidikën për arsye se shqiptarët e kanë partinë vetë, ajo është lëvizja ilegale kombëtare shqiptare. Ajo është parti politike e krijuar në grupe që ka për qëllim kundërshtimin e politikës dhe gjenetidit serbe dhe jugoslav. Kjo është problemi. Edhe dash, me krijimin